të punosh 43 vjetë, 20 vjetë, e të marrësh një pagë 170-200.000 lekë vjetra, kjo është i turp i Zotit. E kur je puna qeveritarët, vije dhe miliarda euro, e spendojnë, është për të venduar kokë të tolerancës. Të gjitha këto tragjedit i kanë bërë ta politikanët që janë sot, akoma pushtet. E prapë zgjidhen deputet. Një turp i madh për popullin tonë, që zgjedh vrasësit, hajdutët dhe shkatërruesit e Shqipërisë. Ky shtet nuk i do punëtorët. Ky shtet nuk i do njerëz të varfër dhe shtresë mesme. Ky është shtet oligarkësh. Përshëndetje Spiro, mirë se na erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Atëherë, sot kam kënaqësinë e veçantë që të jem këtu me një mikun tim dhe me një aktivist tepër të palotur, Spiro Goga, i cili pavarësisht lirisë që mund të ketë si pensionist apo moshës, vazhdon të jetë ndër personat më aktiv që unë njoh, dhe kjo është kënaqësi e parë që e shikoj vazhdimisht dhe në postimet që bën. Dhe kjo është dhe një ndër ato gjërat më interesante që unë do doja që t'i themi edhe shikuesve tanë që në fillim. Spiro, a fol pak për veten. Unë të shikoj vazhdimisht që ti je shumë aktiv, merr pjesë në festa, punon, udhton për pushime, për aktivitetet e tua. Fol pak për jetën tënde si pensionist, çfarë bën Spirua dhe me si merret? Unë po bëj gati rreth 1 vit e gjysmë që ka dalë pension, po bëj një jetë aktive, si në familje, po edhe si jashtë familjes. Edhe pse kam një pension mesatar, unë punoj. Punoj sepse më duhet punoj, sepse ai pension që unë sot marr, llogarit 23 vjet punë, nuk më dal. Sepse unë plus angazhimeve familjare, dua ta jetoj jetën më së miri, sepse nuk është problemi për të ngrënë një copë bukë, apo edhe për të ndenjur. Kur je aktiv, është më mirë edhe për trupin edhe fiton të ardhurat. Sepse unë duhet të shijoj 50 plazh në muaj, duhet të shkoj edhe në një koncert, duhet të shkoj edhe në një ekskursion. Kështu që nuk është problemi gjithmonë, domethënë që thjesht domethënë për të ngrënë bukë. Por jeta është shumë, domethënë, e bukur dhe duhet jetuar më së miri, domethënë, në drejtim që kur të vi puna, përderisa jemi mirë, atëherë ndjehemi të kënaqur. Prandaj që në këtë kontekst them që unë bëj edhe aktivitet artistik, edhe aktivitet pune, edhe aktivitet familjar. Prandaj që gjithmonë jam në aktivitet. Është fantastike që kjo është pjesa që unë të shikoj gjithmonë që aktivitetet të marrë si shembull, kështu që kjo është vërtet pozitive. Dhe përsa i përket ti ke shumë pak kohë, më thua që e në pension pavarësisht se ndoshta nuk e ndjen për faktin që je shumë aktiv, por duke parë moshatarët dhe stresat e pensionistëve, çfarë shikon ti që i mungon ose që mund të përmirësoheshin edhe në qytetin e Fierit, po dhe në përgjithësi çfarë dallon ti? Pensionistët sot ndodhen në një gjendje kritike. Për shumë arsye. E para është gjendja ekonomike, ku 510.000 pensionistë marrin një pagë nën 20.000 lekë të reja në muaj. Dhe çfarë do bëj tani ato? Do hanë bukë, do blejnë ilaçet, apo do bëj qef. Kështu që llogarit, për shembull, ata nuk marrin akoma shërbime, vetëm të bësh një analizë sot, së shkosh te doktori ta planifikon pas 3 muajsh. Pas 3 muajsh gjendja rëndohet. Atëherë pensionisti shket duhet bëjë një analizë 80.000 lekë të vjetra në privat,
Po, hiq nga që 70, 80 nga 90, plus tjerat që njëret brunën, atëherë do të rejnë djeturia. Kjo është katastrofike. Tjetër është ana morale. Është rënë për to. Sepse i kanë ikur fëmijët jashtë. Shumica fëmijëve që kanë ikur jashtë tani po bëhen gjyshër. Kështu që edhe pak remitanca që sjellin është tamam si bonusi që jep Edi Rama në fund vitit. Apo që jep në indeksim, domethënë ashtu që kur vjen ndonjëherë i jep në 100 apo 200 euro. Po zgjidhja nuk është 100-200 euro. Zgjidhja është që pensionistët që janë duhet organizohen, duhet protestojnë, sepse qeveria vjedh miliarda euro. Edhe ku vjen puna, pensionistëve nuk u jep asnjë bukë me shiqekos. Vjen puna. Po. Këto janë domethënë problemet. Dhe meqense përmend këtu që duhet të protestojnë dhe duhet ngrenë zërin, ti vetë the që pensionistët e Shqipërisë janë në gjendje shumë kritike për vlerën e pagës që marrin si pension, është problemi. Dhe mbi të gjitha, shumë prej tyre u ndërpritet dhe kjo e ardhur që po vjen nga familje, sepse ata vazhdojnë me familjen e tyre, ndaj dhe patjetër që do vinë duke ngadalësuar. Ama për dinjitetin e tyre dhe për faktin që kanë punuar kaq vite, ka një mosbarazi në paga me pensionet. Është thjesht diskriminim. Të punosh 43 vjet, domethënë, 40 vjet, e të marrësh një pagë 170, 200.000 lekë vjetra. Kjo është turp i Zotit. E kur je puna qeveritarët, vjedhin miliarda euro, e spendojnë, domethënë, është për të venduar kokë të tolerancës. Më thënë, ata qeveria u mblodh para një vite, nuk e mbaj mend kur, ndoshta 2 vjet, dhe i dyfishuan pagat e tyre, ndërkohë nuk miratojnë minimum jetik që e kërkon Lëvizja Bashkë në parlament, nuk miratojnë rritjen e pensionit që të jetë të paktën pensioni minimal sa minimum jetik. Pra, që juve të garantoni shpenzimet bazë që ka jetesa normale. Pikërisht për kësa kam firmosur edhe unë peticionin. Edhe kemi plotësuar listën prej rreth 21.000 firmash që kemi depozituar në Kuvendin Popullor. Si Lëvizja Bashkë. Unë kam qenë dhe jam gjithmonë kundër reformave antiekonomike që ka Shqipëria. Dhe qeveria shqiptare. Edhe do në rezervë gjithmonë. Por, që të vazhdosh akoma sot me një asistencë sociale, 4.000 lekë në muaj, e kur vjen puna të mos miratosh minimumin jetik që ka quajtur Lëvizja Bashkë, kjo është domethënë një vepër kriminale për mua. E qeverisë ndaj popullit. Jam më së dakord me ty dhe unë di që ti kur ke mundur ke marrë pjesë dhe në protesta dhe në aktivitete që janë bërë për të ngritur zërin për këtë çështje. Ndoja mbas ndërprerjes teknike që patëm djespirë, krahas atyre mungesave prioritare që janë vlera e pensionit shumë e ulët, mungesat që vinë si pasojë e kësaj vlere të ulët të pensionit kur do bëni analizat apo mjekimet. Unë doja të pyesja dhe për mungesa që ne ndoshta nuk ja vëmë shumë herë atë vëmendjen, siç mund të jenë për shembull mungesat që ka qyteti, komfort moshave të treta dhe po marr për shembull transportin publik. Po marrë për shembull hapësirat në për parqe apo zona të gjelbëruara. Dhe pyetja e parë që bëj për shembull është, ka transport publik në Fier ku pensionistët mund ta përdorin ndoshta pa pagesë? Transport publik brenda qytetit nuk ka, po ka brenda bashkisë, domethënë komplet që ka dhe fshatrat. Dhe do ishte mirë ashtu siç e bëri Tirana, që u jep abonem pensionistëve, do ishte mirë që edhe në Fier të gjithë pensionistët
brenda bashkisë, ose edhe brenda bashkive, të paktën brenda bashkisë, duhet pajisje me vonë, që të thoi falas, sepse nuk i arrin dot. Brenda bashkisë, Brenda bashkisë. Sot në Fier vetëm brenda bashkisë. Se bashkia brenda qytet nuk kemi transport që të funksionon. Brenda qytet nuk ka. Kurse transporti i përditshëm, unë di që ti për shembull përdor biçikletën. Po. Dhe i bie që o do ecësh je mirë me shëndet, do ecësh në këmbë, ose prapë do t'ish mirë me shëndet të ecësh me biçikletë, se përndryshe pasaj një transport publik që të sjellë ty rrotull Fierit ose të çojë atje ku ke nevojë e ke të vështirë, pra duhet të gjesh mjet privat. Tani, kjo që thot ti, për fat mirë është kur je mirë fizikisht dhe nga shëndeti. Po, normale. Patjetër. Por shteti dhe edhe qeverisja lokale ka për detyrë që t'i mundsoj transportin të gjithë qytetarëve, të gjithë banorëve, dhe atyre që janë në moshë pak më të avancuar që s'munden, ose që janë keq nga shëndeti, ose janë për arsye edhe gratë shtatzana, apo pra, duhet të mundsoj të gjithëve. Dhe shumë mirë që kush mundet të ecë në këmbë, meqenëse qyteti nuk është qytet aq i madh, ama ose përdori biçikletën, ama duhet mundsuar këtë kushte. Ti ke rrugë që i ke pa trotuar fare? Jo pista biçikletës që nuk ke, por i ke pa trotuar. Tani, transporti që unë po flas është që brenda për brenda qytetit, në qoftë të shkosh në një zyrë, të shkosh në institucion publik, ti ta kesh mundësinë nga pika, nga lagja ku ti banon, të shkosh në krau tjetër të qytetit nëpërmjet atij transporti, pastaj nëpërmjet taksisë, patjetër që të gjithë do munden. Koston. Kosto pra, tani dje ne thamë që nga i pensioni çfarë ngelet, nëse ne do të Absolutisht, asgjë. Nuk ngelet asgjë. Bile, për abonent do ishte gati ashtu si u bë në Tiranë, bëhesh në Fier. Po edhe në çdo bashki tjetër. Nuk do të bëj selektive kjo punë. Jo, patjetër, pra kjo do të ishte një zgjedhje nga qeveria, nga qeveria, patjetër tua mundsonte dhe patjetër çdo bashki kishte mundësi për transport qytetas. Patjetër nga qeveria. Tani, kjo është për transportin. Tjetër gjë që unë doja të të pyesja, duke parë nga këndvështrimi një arkitekti për qytetin, unë kam parë që me rregullimin, me pastrimin e ardhinaturës së Gjanicës, janë mundësuar të trotuaret ku mund bëhet ecja në këmbë. Ama në qytetin e Fierit nuk ka një park të mirë fillt, të gjelbëruar, ku nuk dominon betoni, ose që nuk është i rrethuar nga qyteti, nga dyqanet. Është një zonë midis kishës, aty ku ka qenë stadiumi i lojrave me dorë, që është akoma e papërdorur. Unë e shikoj aty si mundësi, meqense është ngjitur me lumin, nëse ajo mund të bëjë një park i gjelbëruar për qytetin, natyror, dhe në atë zonë për shembull të krijojë një qendër sociale për të moshuarit. Që do të thotë, të kenë mundësinë aty të ulen dhe të konsumojnë një kafe me çmim, ose nuk po themi falas, por shumë herë më të ulët vetëm me kosto, të ofruar të mundësuar nga shteti, të kenë mundësinë aty që njërë një javë, po nuk e di, të realizojnë festa, të realizojnë aktivitete ndryshme. Është një ide e mirë, geniale për mua, edhe për shumë tjerë, bashkë moshatarë dhe mie, po kështu edhe për të rinjë. Ajo ideja juaj, domethënë, ja vlen, sepse është në qendër qytetit, mbridhen gjithë, shijojnë edhe bukurinë e qytetit, merren me loja të ndryshme, pinë një kafe, arkëtohen dhe pastaj ikin të shlodur. Duket fantastik. Duke hequr dhe stresat e ditës, e të jetës, pak a shumë. Kështu që po me sa di unë duket aty është bërë një projekt për një pallat sporti. Po, se kur do vije ai pallati sportit nuk dihet. Po, më mirë do ishte që të bëhesh ajo qendër sociale, ha për herë derisa të vi projekti pastaj se s'ka ndonjë fare ata. Ta i hedhin letër, i thonë në përfshat elektorale, që do bëjmë këtë, kur vjen puna s'bën asgjë, vetëm për të marrë votat. Kjo është praktike e përdorur shumë shpesh gjithmonë. Që shumë të drejtë. Ashtu dhe stadiumi që do bëhesh. E shumë objekte tjera që janë bërë projektet që është folur sot 12 vjet, 13 vjet.
Në mënyrë specifike për këtë, unë kisha kërkuar pak sa herë ka folur bashkia për këtë si projekt dhe kryesisht nuk e di në 2 palë zgjedhje me radhë e ka përmendur para zgjedhjeve do bëjmë stadiumin para Pollonin dhe projekti fundit parashikon dhe një hull aty me stadiumin. Nuk e di nga e kemi mësuar këtë, po me sa duket stadiumet janë kthyer patjetër do të kenë një hull se për ndryshe nuk kanë hijen e dur që të luajnë siç duhet hije. Dhe ky stadium tani aty kur të realizohet është parashikuar që të sjellë të mira ekonomike për qytetin. Por, siç edhe ti, unë e parashtroj prapë, unë si profesionist dhe po të shkoj nga ana urbanistikës, më e mira për të dhënë gjallëri qytetit, do ishte prapë kjo që unë po them, që ajo të bëjë një park, është një moshkëri që të gjithë trafikun që bëhet këmbësor anës Janicës, ti në farpike i jep një valvur qetësie, krijon një zonë më të gjerë, sepse nuk ekziston një zonë aq e gjerë e gjelbëruar anës Janicës, që të gjithë ata moshatar apo jo, edhe ata të rinj që dalin për të bërë vrap apo për të shëtitje, në një farpike shëtitjen e tyre ndalojnë në një vend që është më i gjelbëruar, më i bukur, një park, të ulen në bar, të shlodhen, dhe aty gjyshit apo prindrit të kenë mundësinë dhe për këtë qendër sociale që unë po them, dhe kjo ndërkohë, ashtu siç edhe ti, shumë mirë, bashkia mund ta bëjë këtë në pritje të realizimit të atij projekti fantastik. Dhe ishte mrekulli thash. Derisa di projekti për të realizuar, besoj të kalojnë një 10 vjet, 12 vjet tjera. Ne masë do jemi. E kuptoj. Masë do jemi ta gëzojmë atë në projektin e madhor të bashkisë, qoftë stadiumin apo që me lojra me dorë, qoftë stadiumin e futbollit. Që e nisën gjoja me rrull para 10 vjetësh, edhe tash e ka stopuar. Kurse kjo që unë po propozoj, do ishte me shumë herë më pak kosto për bashkinë, ndërkohë që terreni i ri pa shfrytzuar, ne mbjellim aty disa pemë, mbjellim pak bar, krijojmë një këmbë ku të qëndrojnë njerëzit të qetë. Besoj se ata që merren me korrupsion, nuk u vetëm edhe kur. Ne që jemi njerëz pastër, qytetarë të ndershëm, ne i duam ato të mira. Dhe ideja juaj është shumë e mirë, po kush ta dëgjon këtë projektin që mendon ti? Sepse këta i marrin projektet nga arkitektët e jashtë. Duke i paguar më shtrenjtë, sepse marrin edhe pjesën e tyre. Tasej, kështu që ndërhyn korrupsioni edhe kështu që besoj që nëse do bëhet e mundur, që Rozgjeta është më fjerë, që Lëvizja Bashkë të jetë protagoniste në bashki, atëherë do bëjë realitet. Me këto 2 parti që janë sot, absolutisht hiqe nga mendja që do bëjë. Absolutisht ka për të bërë kur. Gjithmonë mashtrime. Dhe kjo është një mesazh dhe një mendim që ti u shpalos dhe bashkë moshatarët të tut qytetit, që t'i japin syt dhe të shikojnë kush vazhdon gënjen vit për vit, dhe ata që janë të rinj me ide të reja që s'janë dëgjuar, por që duan t'i realizojnë pra. Neve mosha jonë tani, se dhe pa koka ngelur. Për gjithë ne. Kur del pension do më thënë, është raks, po thënë ti e thosh shumë. Jondi, po edhe nëse shkon të 15 vjeç edhe kur je puna krusës, atëherë s'ka që do të pjesë edhe. Kur nuk e gëzuar pjesën më të mirë, që ke qenë aktiv, ke qenë mirë fizikisht, po kush s'ka patur këto parqe që thua ti, kush s'ka patur mundësi tjera dhe më thënë ku të shkosh për të argëtuar, për të kaluar sa mirë kohën e lirë, për të pijë kafe, për të kuraqë me shokët, për një bisedë. Do më thënë që më vjen kejtë, do më thënë që atëherë neve s'kem që presim edhe. Neve i duam projektet imediate. Ne i duam të shpejta, ne i duam të thjeshta, ne i duam të mira. A ka mundësi bashkjeta bëjtë? Ka mundësi plot. Po se ben. Rri gjithë toka atje, gjithë e dhej atje, prishu që u prisha aji stadiumi janë dhe ti, atje shkon qenë e mazë, dhe këte babu minjë ka atje, sa të dorsh, plere janë hedhur. Po, kur vjen puna, dhe për këtë rast nuk i shkon me asë njerit.
Ajo është një hapësirë që qyteti momentalisht është e privuar nga ajo. Dhe ndërkohë që ne për shumë gjëra jemi në mungesë hapësire, pra nuk kemi hapësirë të gjelbër të mjaftueshme në qytet, nuk kemi hapësira të mjaftueshme edhe për bërë aktivitete sportive, ose një kënd lojrash për fëmijë të mirëfillt që të jetë izoluar nga automjetet. Pra, atje mund të realizojë si qendra sociale për moshatarët, por dhe një zonë rrethuar e dedikuar lojra për fëmijët, që e ke larg automjeteve, pra ke garantuar dhe sigurinë. Dhe të gjitha këto, Spiro, janë mungesa që qyteti ka. Pra, sot nuk i kemi, dhe mua këtu më lind një pyetje, ndërkohë që ne bisedojmë për një zonë për fierin, mua më lind një pyetje. Kur se ti udhton në Shqipëri, po ke pasur mundësinë ke udhëtuar dhe jashtë me sa diell? Po, kam qenë në Rom, kam qenë në Frankfurt, kam qenë në Maqedoni, kam qenë në Shkup, kam qenë në Marzi, në Kotor, kam qenë në Ulqin e gjitha. Sidomos Tivari, kishte hapësira gjelbruse, o zot, kishte marrë çmimin Nobel për pastërtinë e qytetit. Tivari. Po. Se unë kudo që shkoj, pjesë vetëm për anën geografike, anën historike, dhe anën qytetare. Të shkoj në Shkup, për shembull, ishin bërë blloqe pallatesh. Po pallati nga pallati ishte 20-30 metra larg. Kishte hapësira. Hapësirat plot me lulishte, me pemë të gjitha, dhe aty kishte tregu fshatar. Në janë. Më fal, tani do të bëj se ti dole vetë tek ajo pyetje që unë do të bëj tani. Pra, kur udhton nëpër Shqipëri dhe kur udhton jashtë, unë duhet bëj që ti të më imagjinosh më japësh një përgjigje pak a shumë edhe. A është Shqipëria një shtet me hapësira që i duan moshat e treta, apo është një shtet si përfill fare moshat e treta në mundësitë që të qytetit dhe për të lëvizur dhe për jetuar, dhe këtë ta bëj pyetjen, sidomos për faktin që ti ke pas mundësi të shikosh dhe jashtë. Pra, bëj një krahasim. Unë do thosha është kjo gjithë. Shteti nuk i përfill fare moshat e treta. Prandaj jo më kot tallet kryeministri me indeksimin e atyre pensioneve, rreth para 4.1 tash 2.5, në një kohë që vetë ish kryetarja e Kuvendit, Elisa Spjar Pali, ka thënë që kemi 5 fishuar GDP. Që 5 fishuar GDP do thotë që ti fiton në vit 25 miliardë euro. Atëherë ku janë këto para? Ku janë këto para? Pse nuk investohen? Domethënë një vidhër. Kaq. Ndërsa për projektin që ke në mendje ke i stadiumi i Lora Medor, nëse aty do bësh, do mbilleshin pemë, ajo do ishte një mushkëri e dytë për fierin. Për moshat e treta, për fëmijët, për gjithë, për tarë. Sepse vetë betonizimi që është bërë aty, i duhet kjo. Plus dhe Qikaroma mbytse e Gjanisës, që nga njerë derdhin meteorina hidrokarbure, të pak në e thithë të gaz karbonik që sjell rrjedha e ujit. Është realisht Fieri është një qytet me fat në terma teorik për gjeografinë, se ka një lëvizje përmes qytetit, por që nuk e ndjen vetëm për me fat për ndotjen dhe për faktin që edhe tani që është pastror Gjanisa nga arginatura, prap ajo nuk është një vijë, një rrugë e gjelbërt e mirëfillt, dominon betoni dhe hapësirat rrotull që nuk janë urbane zakonisht, shumica janë private. Pikërisht, ajo aty do dilte diçka fantastike. Ajo do dilte fantastike, plus projekti i Gjanisës u bë mirë pak a shumë, u eliminuan shumë gjëra. Për pastrimin, njerëzit dalin për pastrimin, për gjitha, po në drejtim të mbjelljes së pemëve, aty për shembull stonon. Gjanisës në 2 brigjet duhen mbjell pemë me gjelbërim të përhershëm. Fiks. Do të mbjell pisha, ka domethënë pemë tjera, sa dosh. Me qëllim që gjelbërimi të jetë i përhershëm, që të thithin dhe gazi karbonik që sjell
Ka dhe një gjë atë, unë e kam thënë disa herë që pse është bërë arginatura me sistem betonizimi që e mbyll kontaktin që ka uji me ekosistemin e tokës, pra është izoluar. Gjë që është e gabuar në terma bashkëkohor nuk ndodh kjo, por çuditërisht para disa ditësh e pash projektin e parë që është bërë. Pra, ky projekt po zbatohet, ata që kishin futur dhe kullën dhe stadiumin, në të vërtetë ata nuk i kishin paraqituar qanicën, pra, në projektin që është paraqitur qytetarit të Fierit, nuk ka qenë me arginatura dhe betonit. Ka qenë me sistem natyror, siç po them unë. Këta në një moment dytë, pastaj e kanë bërë gjithën me beton. E kanë bërë për arsye sepse është më lehtë për të realizuar një dhe është më shpejt për të realizuar dhe mbi të gjitha kam shumë beton. Pra, do të thotë që ne po ngrem investimin, po bëjmë një prokurim më të lartë, një kosto më të lartë. Dhe ajo që the ti për gjelbërimin, patjetër që po t'ishte bërë arginature më gjelbër dhe si shtrat thoni, dhe t'ishin mbjell pemët të studiuara, pra ne tani mund të themi, pishë mund të themi, por do mbjellësh ato pemë që vetë ekosistemi i Fierit, vetë natyra, i toleron më mirë dhe janë dhe më rezistente dhe për pastror ajrin dhe për mirëmbajtje më të pak mirëmbajtje për të ulur kosto. Pra të gjitha këto, në qoftë se bashkia punonte për qytetarët, jo për interesa korruptiv, do ishin realizuar. Kështu që ne urojmë që të ketë një ndryshim dhe qytetarët e Fierit t'i hapin syt, ta ndryshojnë këtë qeverisje, që të ketë mundësinë që të ndryshojë dhe qytetin. Mbas kësaj pjese që ndërrojmë që së shpejti dhe jo shumë vonë të realizohen gjëra në të mirën e gjithë komunitetit dhe sidomos për ato shtresa dhe pakica që kanë ngel për fat keq pakica sepse qeveria nuk shikon si njerëzit më në nevojë apo të moshuarit të rinjt, personat me handikape që nuk i përmend asnjëherë askush. Kalojmë pak tek biseda që ka të bëjmë me punën. Na tregoje pak shkurtimisht me fjalët e tua për kohën që ti ke punuar në rafinerinë e Ballçit. Pra çfarë kujtimesh ke nga puna që ke bërë aty? Kam kujtimet më të mira. Më mbreslean se prietën time. Rafineria në 2006 u privatizua në mënyrë klienteliste, abuzive, korruptive nga partia mbushtetë atëherë. Më pas fillon problemet. Kaloi një 6 muaj, kaluan mirë. Pas në fillon problemet që nuk punonte, sepse vetë pronari s'kishte aq lekë që të blinte naftë dhe ta përpunonte. Uzina ishte në një gjendje të mirë teknike. Specialistët ishin të shkëlqyer, të mrekullueshëm, që konkuronin domethënë që bënin heroizëm atje. Konkuronin me specialistë më të mirë. Po gjithmonë në këtë raste ai që është pranë pushtetit fillon e shkatërron. Fillon e vjedh. Ndan dhe ato parat me ministrat, apo kryeministrin, apo që kanë qenë. Atëherë ne fillon protestat për i fillimin e punës. Kemi protestuar në Ballësh, në Uzinë, në Tec, në Fier, para prefekturës, në Tiranë, atje, dhe unë kam qenë një ndërparë, domethënë që gjithmonë dilen ballë të protestuesve, edhe Frisja, edhe ashtu. Derisa pasandaj në fund fare, kur pastaj erdhi në pushtet, erdhi vetë Dirama në Uzinë. Prandaj shumë, në atë kohë neve kishim një vit që shkonim punë pas me një problem. Në një kohë që shteti kishte 15% aksioneve. Ne edhe na prezentoi një gjë një firmë amerikane, kur ai amerikanin e ndoli domethënë besniku partisë nga i fshati Ballësit, ai që ka Tajvanin. Eci qal deri një farë vendi prap, derisa fillon pra protestat, sepse unë stopua puna, dhe
Pastaj na erdhi një film Azerbaixhanit, ndaj një rreth 2 vjet, pastaj dhe ai iku. Përsëri ne bën protestë, deri sa pastaj u dha zgjidhja që na nxorën asistencë. Dhe me një trend lapset në pas, Edi Rama e hodhi për tokë. Në një kohë që ka një vendim parlamenti. Uzina ishte objekti një rësie të veçantë, siç ka qenë edhe tjerët, Azofiku, Urea, hidrocentralet e gjitha. Me një trend lapset e çoi për skrap. 870 punëtor ikën në shtëpi. Nga 4-5 frymë në përshpira, llogarit tash sa bën. Ngelën pa bukë. U dha një asistencë të vogël, para shumë, por, me e keqja është që ajo uzinë dilte me fitim. Le të thonë sa duan ata që nuk dilte me fitim. Ku specialistën pashëm, të gjithë që u prononcuan pas, që nga Nakopetror e tjerë, thonë që dorin fitim. Po gjithmonë vjedhja atje ka qenë masive. Të gjithë drejtorët që ka kaluar atje, tash janë ndërtues. Aq kanë vjedhur, kanë ndërtuar pallate në Fier, në Tiranë, apo kudo, vila, gjithë. Janë ajo nafta atje, që thoshin del me humbje. Ajo del me humbje së vitesh. Po plus, atje dilin edhe në produkte tjera. Dilte koksi, që shitesh, dilte qufri, benzina, e tjerë domosdoshmë. Përveç vajzave, ato repartin vajtë ndaluar ata. Edhe ka muhabetin që ne përsëri fillon protestat, edhe gjatë shkojë, deri sa u bejo, që u bë një krim shtetëror. Një krim i prefekturës Fierit. Atje, për 4-5 vjetë, se në ishim në atë moshë do dilim pension. Për 4-5, llogarit 870 punëtor, nga ata 870 punëtor, 500 sa do dilim pension për 4-5 vjetë. Po do punësoheshin djene vajtë të reja që do mbaronin fakultetin e kimisë industriale, fakultetin e inxhinierisë elektrike, inxhinierisë mekanike, teknologji nafte, por pompist, hidraulik, motorist, e të gjitha profesionet ishin atje, dhe çdo vit nga 100 punojës do punësoheshin. Se me kështu ishte liderata. Të paktën 80, 90, 100, po këta do të mësoheshin me këta djemi vajzat e reja që në baronin shkollën e lartë apo të mesme profesionale dhe të punësoheshin atje. Paka ishte goxha e mirë, paka shumë. Pra justifikon kështu që kurrikulat me student dhe jep edhe ekonomi. Jep edhe ekonomi, po edhe punësimin e trinjve. Që marroni këto dek, që i përshtatëshin asaj pune që ishte atje. Ballçi sot tani Ballçi është i vdekur. S'ka me, ka ikën njerëz. Mbaroi uzina, ikën thërë të shidhur. Se shkosh sot në Ballçi nuk shitet veza. Lajë për gjëra tjera. Thjesht ka ngellur sa punojës buxhetor, e të këtu në i bjerës që vetëm në njeri pinë i kafe, edhe vetëm në kohë behari që vetëm do një dasëm dhe lakanë dhe gjë, kështu që... Jetë ekonomike e mbaruar. Po. Dhe ti shpesh e shprehur që kjo ka qenë me dashje, më ke thënë. Pse u arrit drejt saj? U arrit sepse Edi Rama si mik i oligarkëve që u be pas zgjedhjes, se para zgjedhjes kishte armiq oligarkët. Ishte armiq para zgjedhjes. Po të kesh parasysh çara nuk fliste, për naftë thoshë, s'ka mundësi thoshë që kaq naftë neve dhe kur vjen puna mos prodhojmë thoshë. Prandaj lufta ti, në vonë shefi tha sa të bëj mik. Edhe pastaj tha, nafta jo nuk bën. Para se të merret pushteti tha, nafta jo bën. Prodhosh 1 milion ton naftë, mos punojnë uzina në asnjë mënyrë. Nuk është e mundur. Pasi mori pushtetin, pas 3 muajsh apo jo këta oligarkët tha kanë ato, kanë leka, në një kohë që asnjë oligark nuk është, domethënë prodhues sot në Shqipëri. Me përshtim të atij Lusës që ka sa fabrika peshku çka ka, më duket se është edhe i tjetër,
po nga 10 oligarkë, 8 janë që punojnë me para publike, që u jep tendra Edi Rama. Edhe këtë hedhe në uzinës nërë, në i kohë që ishte ligji që objekte rezervacion duhet marrë vendim parlamenti që të shkatërosh. Edhe që të qosh për s'ka. Po ai domethënë nuk pyet. Edhe si punojnë për t'i bender shifës kastratit për të patur monopolin e naftës në Shqipëri, të tregut naftës, hodhe dhe uzinë mësënej. Pra, e vetëmi gjë që ndalonte pak atë monopolin e naftës ishte rafineria. Rafineria. Duke hequr këtë nga qarkullimi, e garantuan kastratin, po thotë që të kishte dominimin e tregut. Se minimalisht uzina përpunon dhe rreth 600.000 tonë naftë në vit, minimalisht. Ka përpunuar në kohët e merit edhe 1.3 milion tonë. Kur ishte domethënë atje. Edhe prodhimi naftës tek ne nuk është aq që thot bankës apo Alpetrolit. Prodhimi naftës tek ne arrin deri në 1.6 milion tonë. Por këta kaq tregojnë, por mos paguhet sa është. Kaq deklarojnë. Është bërë ai drejt. Domethënë ai dokumenti, kontrata domethënë e tillë që ti deklarohesh me humbje dhe nuk paguon në kur miliarda lek i ikin popullit nga pasuria kombëtare. Vidhemi çdo sekond. Tani meqense përmend edhe bankers këtu. Ne dim dhe nga informacione po dhe nga kontaktet, sepse i kemi dhe miq aty, që pikërisht bankers ka një situatë ku punonjësit e saj janë futur në një grevë të përgjithshme prej ditësh, sot ndoshta është dita e 15 e 14, kanë kaluar shumë ditë, ku një pjesë e tyre, 10 prej tyre u futën dhe në grevurie, dhe ne shikojmë që ka një heshtje totale nga shteti dhe vetë bankers nuk i përfjell parë. Dhe unë doja të bëj një pyetje, ti ke informacion, ke pas kontakt? Unë i kam ndjekur grevat, qoftë grevën e naftarëve të bankersit, qoftë edhe grevat e minatorëve. Po. Atje shkoi deputeti jonë. Po. Redi Moshi. Këtu vajti edhe Marim Neman në tek naftarët, por duhet ishin gjë. Ky shtet nuk i do punëtorët. Ky shtet nuk i do njerëz të varfër dhe shtresë të mesme. Ky është shtet oligarkësh. Prandaj që një orë sa më parë, këta duhen hequr nga politika. Si pozitë, si opozitë. Se të dy, gjatë tyre 34 vjetë ka qenë vetëm shkatërim. Vetëm për të shkatëruar, për të vjedhur, edhe më njëherë për të ra. Si ndodhi Gërdeci, ishte një janari e shumë, në të tragjedien në janarit. Po kështu dhe Otrantos e shumë tjera. Do më të gjitha këto tragjedit, i kanë bërë ta politikanë që janë sot, akoma në pushtet. E prapë zgjidhen deputet. Një turp i madh për popullin tonë, që zgjedh vrasësit, hajdutët dhe shkatëruesit e Shqipërisë. Kaj do të thëmë për ta. Jemi shumë janë që u shkojnë pas. Që vazhdojmë u shkojnë pas, po, se ti the... Po, që u shkojnë pas. Në mënyrë edhe pak demonstrative dhe me një qeshje nga zori the Rama para 2013, para kur ishte zgjedhjet, thoshti që rafineria duhet punoj, të kemi naftën tonë, nafta jo mbën, është naftë e mirë patjetër. Dhe mbas zgjedhjeve 3 muaj mbas zgjedhjeve. Ktheu opinionin. Si, domethënë që kaq ishte mashtrimi. Që mori votat, mori pushtetin. Po. Po çikosh. Premtimet e para 2013-s, para se të merresh pushtetin, nga ato asnjë s'ka mbajtur. Po pikërisht këtu duhet kujtohet 300.000 vende pune tha. Naftën me sigurt mbyllur, domethënë prodhim, përpunim, shitje për vendet. Shumë mirë këtë, po mundohet kujtosh premtimet që bënte për naftën. Po pra ja kjo është kjo.
Kjo, na ka thënë neve në takim, në muzim. Ka ardhur me Gramozrushin, ka ardhur me atë Gjiknurin. Se kush ishte tjetër nga këta, atëherë që morën pushtetin në pas. Tha, do bëhet, Gramozrushi, do bëhet me cikët mbyllur. Do më thënë, prodhim naftën brenda vendit, përpunim naftën brenda vendit dhe shitje naftën brenda vendit. Ky ishte cikli mbyllur i naftës. Asgjë nuk u bë, vetëm shkatrim. Vetëm shkatrim. Dhe sot, mbas sa vitesh kanë kaluar, vazhdon thuhet që nuk ka fitim nga vendburimet e naftës dhe ata punëtorët e shkret janë, po si ka mundësi. Ora kush ka pak thru, domethënë e kupton. Si ka mundësi ky bankës i 20 vjet tani aty del me humbje dhe vazhdon punën. Është logjike më burr. Si ka mundësi. Habitem se si edhe njerëzit e hanë të punë. për fat keq. Ky 20 vjet me humbje, 20 vjet vazhdon. Trenat ikin në Vlorë të naftës. Nga Vlora shkojnë në Itali. Mbushen cisternën. Atje. Dhe si më thua del me humbje? Jo, bëjnë dokumentet me humbje. Bëjnë bilance me humbje, si për mos paguar para, sepse dikush në qeveri është i lidhur me ta që i mulon dhe merr pjesë të tij që e bankës. Kjo është mëse vërtet. Jo, ke shumë të drejtë, pra, po patë paguar. Ka vazhduar dhe në kohën e PD-s, edhe tash në kohën e Lindës. Se PS nuk ka më. Nuk ka. Tash ka Lindës Sorosiane. Po, ata që i bini dikur me gur e me vezë Fatos Nanos, sot e ke të gjithë PS-ja, të G99 dhe mjafti. Që nga listës për pali, a i që u fundburg Velia, e shumë tjerë. Mazniku e të gjithë të tërë. Ta që jenë mërë ministrë. Ata që i binë PS-s dikur me vezë. Kryeministri Fatos Nanos. Por, unë po qëndroj prapë se më vjen vërtet keq që nuk e dëgjoj të shprehur nga shumë shqiptarë të tjerë këtë që po shprehti tani. Dhe si mund t'i kemi syt kaq të mbyllur, pra ajo që thej, një kompani 20 vjet deri ka me humbje, vazhdo ka me humbje. Por e zëm që nuk e pas kemi kuptuar ne që dalë ka me humbje, por kur dalim nëpër media lajme që një këshilltar i bankës e pas ka rrogën në vit 800.000 euro. Pra, ky 800.000 euro, që i bie që të gjithë ata punëtorët, rreth 400 punëtorë kanë dalë në grevë tani dhe po rrezikojnë jetën, shëndetin, për të rritur paga minimale, sepse ka nga ata që marrin akoma 600 euro, 500 euro pagë, dhe shteti ynë pranoka që ky privat që merr vendburimet e naftës, i shfrytëzon, paguan veten e vet me 800.000 euro në vit dhe shteti nuk del të thojë orë ti, po me këta punëtorë shqiptarë, që është ky diskriminim, që ne këta nuk i paguan se për mbajtur familjen, por i lët në mëshirë fatë. Pra, dhe njerëzit dhe ne ta pranojmë këtë gjë. Pra, pse nuk dalim të gjithë ne të mbështesim ata që protestojnë atje? Neve na duhet që të mbështesim dhe unë i mbështes gjithmonë. Por një gjë po thënë, ky shtet që u bën thirrje investitorët huaj. Eja në Shqipëri investoni sepse nuk ka sindikata. Është kulmi, dhe më thënë që të regonë që ky nuk i do punëtorët, shqiptarët. Nuk i do shqiptarët. Hajde në thotë, përdori shqiptarët si shklevër, investoni thu si shklevër. Për mos kërkohet drejta të tyre, për pagë, jetës mirë, për shtëpi, për familje, për gjithë. Nuk i do punëtorët, nuk i do shqiptarët. Shikon, që bënë, të shi. Mori votët i moshtroj para zgjedhjeve. Eje në i tha, emigrantëve investoni në zonët tuaja malore, në thethë, në turizm gjitha, sepse neve duha legalizojnë. Sa mori pushtetin, qoj fedromët. I mashtrojnë. Atëherë që presim një nga kështetë. Po, ama gjithmonë, dikush në qeveri është i lidhur me bankësit që merr pjesën e tij. Kjo është katërcipërisht e vërtetuar. Ashtu siç ishte lidhur dikur në kohën e PD-s, dhe unë i njoh shumë raste që një funksionar i lartë të PD-s, kur ishte Oil Streami, që kishte bazën në Portës,
Një herë 2 javë shkon në burse çanta me lekë. Wow. Te Olstrimi. Një funksionari që akoma është deputet. Wow. Po. E vërtet. Të tërë këta janë parë. Të tërë kanë vjerë, të tërë kanë të rruar, të tërë nuk punojnë për popullin fare. Është duan dhe ti fare. Dhe populli ka detyrim që sa më shpejt hapi sytë, largohet. Kjo është pra. Më vjen keq për këtë popull që jemi sot. Më vjen keq për prezentim të vojtur. Që nuk në zërin. Nuk ke që umbet, o njëri. Nuk ke që umbet me. Jeta iku, po të pasën jeto 5 vjetë, rehat. Që ta pishi kafe me shokun, kur del një shetitin në të thurësh një tavolinë, të shkëmbesh për 2 lafe, se të shi pensionistët kanë dhe problemi tjetër madhor që janë larguar fëmijët. Janë larguar fëmijët, me këtë do bëjmë më betë. Po shqyqy që kemi në i komshi, shqyqy që kemi në i shok, dhe të akojmë, pimi kafe dhe do me heqim dhe atë stresin. Qështu? Përveç kushtet ekonomike, është edhe ana psikologjike. Sot për moshën e pensionistëve. Nuk ka me, nuk pritet me që ti tash i zdorosh 150 vjetë. Edhe pak jetë ka ngelur, po këtë jetë jetoj me dignitet. O një përndaj qohë, protesto, se ndryshe të shtypi. Qeveria ta shtyp kokën, ashtu si po bëmë të prish shpinë, të prish biznesin, po ti do rish prapë asë, të shtypin e kokën të shi. Kjo ka ngelur. Ta vejnë e të rrën e fadromës, ose kohën e fadromës, ta vejnë e kokën jade, e ti plasit rrën. Prandaj duhet thirrur mendjes, kudo që janë pensionistët, si në Bashkinë e Fletë, si në të gjitha bashkitë tjera. Ora qoni, se nuk ka me. Qa po presin? Qa pret me njerë, mashtrime prapë. Si vjetë e beri 2,5% indeksin e pensionit, vitin tjetë do bëj 1,2%. S'kemi, thotë, në i kohë që deklaronë që 5 fishin është rritur GDP-ja. 25 miliard euro në vit. Po si do të qëj pension për 400 euro? Aha e të kjo. Dhe të qëj 400 euro, thotë e, por në i kohë që 400 euro i takon që çdo vit do të rritur 55 euro. Për çdo pensionist. Kur ai po e rrit me 8.000 lekë vjetra. Ja, aq me mëzori mua, 8.000 lekë vjetra. Është 23 vjetë punë. 23 vjetë punë. Është ofendim me inteligencën e njerëzve, se po i tallë, po i përull, po s'ke të qosh më. A ka tallë më të madhe. Kjo situatë është vërtet për të ardhur keq, por ne gjithmonë presim dhe shpresojmë dhe prandaj i bëjmë këto bisedat bashkë dhe që e kemi vënë dhe emrin kësaj bisede, le t'i themi bashkë që bashkarisht ta ngrem zërin padrejtësitë dhe mundësisht të nxisim dhe njerëz tjerë që na vinë, na bashkohen, ta thonë të ata fjalën e tyre. Dhe unë uroj që sa më shumë t'i thonë me kaq zjarr dhe me sinqeritet siç po fleti sot. Kështu që janë fakte që tregojnë që çdo vit pornohet çdo gjë. Po. Ska, pornohet arsimi, pornohet shëndetësia, pornohet të gjitha shërbimet publike, dokumentacionet e pronësisë të gjitha të tjera, domethënë po tallen me popullin, po tallen kaq. Shteti nuk është në funksion të asaj. Shteti është paralizuar kaq. Në drejtim të shërbimit qytetarëve shteti është paralizuar. Shteti shërben vetëm oligarkëve, kaq marrë apo. Shteti është bërë si ishte kseri, por ksera dhe ligjor, që punon vetëm për 5 veta korruptuar. 10 oligarkë, kaq. 10 oligarkë. Ky është populli i shtetit. I bën dokumentat atyre si të vjetëm. Nuk janë ata 2 milionë sa tjerë, domethënë. Shtesa mesme, edhe shtesa varfër, e gjithë. Atëherë, për dalim pak dhe tek aspekti i punës tënde që unë e pëlqej pak më tepër sepse jem pak më larg zonës mendotje në teori nga nafta dhe unë di që ti merresh dhe me blegtorin, pra i bën dhe punën dhe shërbim si veteriner.
Unë kam qenë dikur veterinar. Kam marrë shkollën. Kam qenë i suksesshëm, si atëherë në fermë. Kemi bërë goxha punë, shkencë po thojse. Deri në vitin 97, pa u hapur firmat piramidale, u shtua baktia. Me reformat që u bënë që morën tokën në fshatarët, morën baktit nga kooperativat, fermat, disa blenë prapë, disa morën nga jashtë, u shtua numër i kreve, dhe vajdi goxha. Në atë kohë u shtuan produktet deklarare bio, qumshi, u shtua mishi, veza, në të gjithë ato u shtuan. Pra ishin vite ku ishte në vitet që prodhimi ishte në rritje. Që nëse nuk do ishe firmat piramidale, ne sot do ishim domethënë vendi dhe qeveria ishte domethënë shumë e predispozuar për zhvillimin e bujqësisë dhe petrolisë. Ne sot do ishim në një vend që edhe do eksportonim mish. Me atë hovë që u nis në atë dyshin. Se po bëjnë në fillon, po bëjnë komplekse, ma 5 lopë, 6 lopë, ma 100 dele, 200 dele, e tjerë, dhe do kishëm pak do më në emigracion. Më shumë rritë ekonomike. Erdi pastaj, si gjithmonë që kur e ke kryer andi shqiptar, i vuri shqelmin. Si punës e lopës që kur vete e mjel, mbushkusin, thot, në fund fare, i jep një shelma jo dhe dherë fare. Po kur fillojnë në 97 me firmat? Në 97. Por, më vje keq, që unë nuk të mosh mund t'jap shumë, që të patën të bej shkoj në vizit, po sa po vjenë edhe s'ka me nëse. Qa thamë, ka ngellu vetëm plejtër, që ikën të rinjë, sepse shteti nuk subvencionon me fermerët. Shteti nuk subvencionon për tokën, për blegtorinë. Sepse sot mbash bakti me çmimet janë, është vetvrasje, paka shumë. Djalë me hunja. Dali me kostot larta. Vetë fermerët e din, unë që shpesh më të rrasën dhe njëherë për në i vizit, për në i kontrol, për në i jetë, më hënë që bizetoj me shumë vojte, me shumë ndit. Dhe më vjekejtë më hënë që kështë shtetë Maskaraj, të patë nuk me shemëllën e Serbisë, Macedonisë, Malizi, apo dhe të Kosovës, që është shteti ri. Apo dhe të Kosovës, që është shteti ri, për subvencionim e për mbështetje të fermerëve. Por, në drejtim bujqësisë, ju bëj thirrje fermerëve. Prodhoni produkte bio, kryesisht në drejtim të tomateve, shalqinit, e tjerë që mos u ngelet malli pa shqitur. Po, më falë, Spirat, për qëndror pak këtu ke blegtoria. Po. Shteti jo vetëm që nuk i subvencionon, pra që duhet bënte atë shtysën për ta mbajtur ekonominë produktive dhe me rendiment, pra që këta që investojnë, që punojnë të kenë interes që ta bëjnë pra për mbajtur familje, për pasur progres. Jo vetëm që nuk e bën këtë detyrë dhe që është më mbrapës edhe se shteti i Kosovës është shtet miri, por së fundmi ne shikojmë një fenomen që po del në pa edhe nga protestat të fermerëve dhe blegtorëve, shikojmë një fenomen që po jep edhe kullota dhe zonat e tokave që janë pjellore si toka për bujqësinë dhe blegtorinë, po jo jep oligarkisat me sa duket për fotovoltaik. Dhe së fundmi, nuk e di çfarë ndodhi në protestën e tyre, por një pjesë e fermerëve dhe blegtorëve të zonës së Semanit në Fier dolën dhe protestuan sepse ata kishin prej vitit toka të shtetit që i përdorin me qera për kullot, për blegtorinë. Dhe pa pritur, pa lajmëruar, shteti ku pas ka dhënë pronarëve të rinj për përdorim për panele fotovoltaik. Tani, në një zonë
në këto vite që ti po thua, me të drejtë, që ka paksim të blegtorisë dhe të numrit të kreve pa fund, sepse s'kan interes. Të kreve. Po, pas disa, ne kemi disa fermerë dhe blegtorë që rezistohen, pra vazhdojnë e mbajnë punën. Po. Dhe çfarë bën qeveria? Vete u heq atyre punën që kanë dhe i nxjerr në ditë pikës dhe i lë pa punë, duke u marrë tokat kullota dhe ja jep për panele fotovoltaik. Si të duket kjo aty? Kjo qeveri është e papërgjegjshme fare. Është ajo që thash unë, që kjo punon vetëm për oligarkët. Shkatron çdo gjë në Shqipëri, si oligarkët janë. Këtyre po merr tokën sepse prodhojnë mish bio, qumësh bio që të paktën furnizojnë edhe ato pak lokale që janë atje. Edhe njerëzit shkojnë kënaqen han një thel mish bio. Ashtu dhe. Atyre tragjas po merrojnë. Të japi Savnimanës. Po edhe prapë në sa vende tjera që kam parë unë, po merr, domethënë, përsëri atë pjesën e jetës së tyre. Se ata me atë jetojnë. Ai quhet pjesë jete, nuk quhet thjesht domethënë pjesë toke. Kanë investuar një jetë të tërë. Kanë investuar. Një dytë nëse dikush e ka patur 20 vjet atë, atëherë s'ka drejtë të prekë një fare. Është me ligj. Se ka investuar atje. Por kjo është qeveria e oligarkëve. Dhe nuk i duhet me popullin. Për popullin nuk flet fare, mjafton që oligarku të vijë aty, zëri gjeta hapësirën. Ai oligarku që të vijë, të shkojë atje në majt malit. Dielli është kudo, është edhe në mal, është edhe në fushë. Po jo këtu shkatrojnë kullotat. E këta të shesin paksit, të ulet prodhimi mishit, të qumshit, i vezve, i gjithëve, domethënë, sipas atyre që mbajnë fermerët, edhe vjen puna në rroj oligarku me fotovoltaike. Urdo më dha, qoj atje, në majtë malit. Le të vjesoj atje që asë nuk mbillet je, asë nuk mbillet je në shumë. Po edhe kripore, ajo ka vlerë prapë. Dakord, po. Edhe në kripore nuk duhet po ju në tokë me shteti që në bonitete, ato që kanë cilësi për bujqësin. Atë bimësinë e kriporeve, kur kullot bakti e ti qamishit shishëm zirëve, që të harsh një therë me ajo, të knajqë, shpirtin. Pra ndaj them që është e gjitha mosdashja e shtetit, mosdashja e popullit nga shteti. Pra, ky shtet po bën çdo gjë për ta larguar shtetasin e vet. Ky thjesht po i thotë shqiptarëve iknin, kaq. Këtu do rrinë 10 veta, 10 oligarkë dhe ne qeveria. Këtë po bën kë, asgjë. I vetë me kryeministri thotë që neve nuk ndërtojmë fabrikat uzina. Oj, ç'është kjo shumë? Ti ke gjë atë pasuri mbi në thosore. I e vendit vetë në Europë. Për frymë. Ke kromin, hekurin, nikelin, bakrin, gjithë. E gjitha videt. Ke naftën. Ti du të kështë rafini modern ato më. Pse du të ishe 1.800 lek, litri naftës? Tu du të ishe 800 lek. Sepse e ke këtu. Po kështu, një metalurgjik tjetër, mund të bëjë në zonë tjetër të largët. Jo e që ishte në Elbasan. Ku të përpunoj kromin? Fabrikët të pasurimit, kromit, bakrit, hekunigelit, e gjithë. E diti që a i bakrit që nëzirë atje, ka dhe përqitin floriri? Po. Që me sa kam parë unë, me sa kam dëgjuar, domethënë, diku, mund shkoj dhe 15 milion euro në vit. Po ta përpunosh. Në rubrik plus fabrikës përpunimit të bakrit, ishte edhe një fabrikë dilde arje, floriri. Spiro, ne jemi kthyer si një vend i kolonizuar që nuk ka ftësi. Ne jemi kolonizuar nga qeveria. Po. Dhe nga oligarkët. Bjerë këtu kolonin nga jashtë, të paktën. Se i kur vjen të sjellë zhvillim, ky vetëm shkatrim. Vetëm shkatrim. Të dyja palë, të gjitha, politikanët dhe pas në dyshin. Se kështu thamë, politikanët, jo politikanët. Që janë bashur, janë bërë milionerët, gjithë të ra. Kaq thjesht. Po ke gjetur emrin politikanët të popullit. Atëherë, unë besoj se ne i trajtuam ato pikat që kishin pak më për zemër bashkarisht,
Dhe me siguri kjo bisedë ishte me vërtet emocionuese për mua, po mendoj dhe për ata që do na shikojnë, sepse ti ke folur vërtet me sinqeritet dhe me emocion për ato ndjesitë që ke. Dhe unë uroj që të marrin motivim dhe qytetarë dhe shtetës të tjerë që na ndjekin, që nuk është asnjëherë vonë që ne të fillojmë të themi gjëra që na shqetësojnë dhe të kërkojmë të drejtat tona. Të gjitha që thash janë të vërteta. Të gjitha që thash janë me fakte. Tani, unë gjithmonë revoltohem, gjithmonë kanë qenë opozitar edhe dikur kur aderoj në një partit me ato të mëdha. Dhe atje shpesh, domethënë për pak menësit, u shpresha. Unë kam qenë gjithmonë oponent. Asnjëherë nuk jam paqur me të keqen. Kështu që u bë thirrje të gjithë ata që do ndjekin, të reflektojnë se nuk ka me kohë. Koha e së shpejt. Nuk ka kohë edhe për moshën tonë, për ta jetuar, po nuk ka kohë se po i ikin akoma marinia, po i ikin fëmijët, që të dëmë zemë, ata shpiti i ke rritur, i ke shkolluar, i ke bërë. E ku e puna nuk e gjenë vetëm. Prandaj që një thirrje publike po i bëj të gjithëve. Mos rrini dhe mos lini gjumë. Po bashkohuni dhe protestoni për të drejtat tuaja dhe tonët. Kaq kisha, ju uroj shëndet të gjithë, mos bashkëpunojmë të mira, qofshin inshallah mirë, edhe inshallah u kthesh mendja. Shpresoj. E të zgjohem nga gjumi. Ne po mundohemi sa do pak të ndihmojmë që të kthehet mendja. Spero shumë të faleminderit për bisedën dhe uroj që t'ja dalim me këto kushtet tona teknike dhe me kohën, ta bëjmë një bisedë në një kohë që uroj që ndoshta kemi edhe lajme pak më pozitive. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Faleminderit që më dha mundësinë. Kënaqësi. Ju uroj gjithë mirat. Faleminderit shumë.